Tani do bëhet kjo lufta atje në Konstantinopol që thash, aty. Pastaj do ndaloj lufta tretë. Në një moment. Sa do zgjasja aty? Po 3 ditë do të jenë kështu intensive që do të vriten 600.000? 600 milion. 600 milion më shoko, diçka është 600 milion, që shef do të fundin. Për 3 ditë 600 milion? Po. Po ku 600 milion në Konstantinopol më valla? Jo, ata që janë aty. Për 3 ditë do vriten gjithë botën apo në 600 milion? Do futen 18 shtete brenda aty në atë territor 600 milion veta? Po, do bombardim nga ajri, bombardim nga deti, bombardim toksor. Do bëhet Turqia që sot do kthehet në Sahara. E ke parasysh? Do bëhet hartë e re. Që s'do ketë më Turqia, do jetë Sahara, shkëndëtir komplet. Gjithë Turqia. Siç po bëjnë gazën tani atje, ashtu do bëhet Turqia. Edhe Europa. Gjithë vendet e Europës, duke filluar me Gjermaninë. Edhe Gjermania? Po, ajo është koka e Europës, ai do e hajë para. Edhe pastaj që mos them këto detajt, kush do e hajë, kush do i bie këto. Neve zona bie njëri, mos keni merak. Ne po rritën shtëpimet në Shqipëri, bleni shtëpi në Shqipëri, po vin gjithë nga gjithë bota, po bleni shtëpi në Shqipëri. Ne do kena probleme tjera këtu. Çfarë probleme është? Do kena probleme këto me këta. Sa tema na ke hapë, kisha 10 tema tjera kisha për sot. Po kena qëndruar kjo dhe prapë na hap prapë tek zgjidhja. Çfarë probleme tjera do kemi? Neve nuk do kemi probleme tuaj, do kemi probleme këta me këta budallën, me këta politikanët që ju i besoni, mos i besoni atyre, do na marrim qafë, do ju marrin qafë si jeni përqendruar tek ata, i besoni atyre, do na fusin luftë me njëri tjetrin. Luftë civile? Po, luftë civile do kemi. S'po diskutoj këtë punën e urisë edhe këto ujit e këto merrallë, ato janë aty. Jena mësuar ato s'na bë përshtypje pjesë. Kemi stërvitur atë imunitet. Kemi krijuar imunitet. Edhe pastaj do pushoj lufta. Do vendoset një mbret për botën, për pothuajse gjithë botën, se Kina do jetë në vete. Kina do jetë superfuqi, por nuk do bëj kështu lëvizje që të pushtoj botën, nuk do ketë këtë qëllim. Thjesht do kufizot ajo vetë, po ajo do jetë superfuqia. Pastaj pjesët e botës do ketë një mbret, një njeri. Ai do komandoj botën për ato 30 vjet që thash. Për 30 vitet e paqes. Të paqes, po. Ai do ketë atë drejtësinë e këto. Ky do jeti vërtet ai apo do jetë po pjesë e këtyre? Jo. Pjesë e lojës. Jo, nuk është pjesë e këtyre, ai është pjesë e atit lart. Ky. Është shërbëtori i atit. Po. Edhe 7 vitet e parë do i marrë taksa njerëzve, do pasurohen njerëzit, i pasurit do bëhen pasaniku, kurse i varfrit do bëhet i pasur, do të thonë do ketë një pasuri pa parë. Nuk do ketë më shkelje, nuk do ketë më probleme. Si ka mundësi që të ndodhë? Pse do ndodhë kjo? Po tani neve arritëm në fazën e kulmit. Gjithmonë kur kulminon situata, kur bota arrin në një kulm, pëson një rënje drastike dhe pastaj fillon prapë. Ringrihet prapë. Ringritja është më. Kjo rënje drastike do jetë që përkthehet lufta e tretë, që do e fshi komplet. Kjo është plani i Zotit fakt. Ai do e lejoj. Jo se e shkakton, se ai nuk do të shkaktojë gjëra të tilla, se ai vetëm mirë bën. Po këtë do e lejoj që ta bëjnë këta çamarokët e këtij tjetrit. Sa ata duan luftën. Pse 30 vite dhe do rikthehet prapë në njëjtë situatë që do vi ai. Tani, Januka. Jo, Januka marrë. Januka, po mirë, le të themi pasardhësi i Janukës, po. Po, ka kuptim. Se di emrin aty. Nuk e di me asnjë emrin që do vi ai. Numri i tij është 666, domethënë se është dhe ajo numrat që përkthehen me gërma. Kështu na thot zbulesa. Edhe emri i atit është numri 666. Po ta deshifrosh këtë del emri i atit. Po se ka rritur asnjë deri tani, nuk e dim çfarë emri do ketë. Po. Atë kodën e tregoj. Kur të vi. Po, pse 30 vite pra? Pse 30 vite paqe, kaq mirësi, kaq bollëk? Po, 30 vite me 30 ca, 30 vitet e Krishtit domethënë, ato do jenë, se kështu lidhet. Edhe aty do thon, hajde ti të bëj vlla, do i thotë. Do kem mbetur pak njerëz në fakt. Ai se do mbeten. Sa pak? Do ecësh me kilometra ti të takosh një njeri. Jo. Edhe do i thosh atë të bëj vlla, të përqafoj se kisha kohë, bona ja pa njëri me sy. Sa do ngeli bota në ato 30 vite? Sa do të jetë në botë? Po, do ketë 3 miliard. Do ikim 5 miliardë? 5 miliard nuk do ikin vetëm nga lufta, do ikin edhe nga këto sëmundje që do dalin. Këto gjërat, po. Dhe nga tërmetet. Do ketë tërmete, do ketë shumë tërmete. Çfarë tërmete është? Shikoni tani çfarë tërmete ka për të bën Turqi. Do knoqen ata atje. Do tunden, jo si ajo që u bë atje 7.7, që u bë se kishte emrin ai, se ishte emër çuditshëm ajo. Që e pam tani në lajme.
Atje ka për të bë një Para 10. luftës, deri para luftës, para Po. kësaj që do ndodhi, Po, do bëhet një Me 10 Rus? atje. Një 10 ballsh. 10 ballsh. Po. Ka për t'ia futur 10 ballë në gjotë edhe këtu ke nema. Nuk do jetë Do- natyral ai tërmet. Atë do ja fusin ta, që kanë atë harpin, që i bën ato tërmetat artificiale që thani. Do të jetë i fort fare, ë? Është artificial, siç u bë ky fundi këtu te ne para ca vite që ishte 7.2 në zuri 4 mëngjesit, artificial ishte ai. I Po- bën këtë me harpin. Po këtu keni pse e bën atëherë? Nuk di çfarë qëllimi kishin atje e bën këtu. Po i gjë kishin. Edhe do ashtu Turqia atje, do kënoqen ata atje. Që ta akuzojnë Trumpin pastaj. Atë Erdoganin. Erdoganin. Që të shtohet ajo pa kanajsia. Pse prandaj po e bën edhe këtë? Do ndodh tani shpejt edhe kjo. Po vetëm për aty duam me bë gjona, ta gjithë popullit tërë. Edhe do kemi këto 30 vjet pa që do jetë të lumtur njerëzit, shumë të lumtur. Ai do jetë para se mbi dhe. Do jetë shumë periudha më e bukur në histori. Aty Zoti do i fal. Që nga krijimi i botës? Do jetë periudha më e bukur kjo? Më e bukur apo? Çfarë thua? Do jetë Do e arrijmë ne këtë? aty do jetë Luani me Qingjin bashkë, s'do prekën fare. Do e arrijmë ne këtë? Pra ne po them, uroni ta kalojmë se po e pam atë periudhë, do jetë periudha më e bukur, më e shkëlqyer. Nuk e imagjinoj dot, domethënë, si t'ja jap ta kuptoni. Do jetë shumë e bukur. Pastaj do marrë kjo periudha. Po shiko tani, Po pse do e rikthehet keqja prapë do ekzistoj. Pse? Aty desha dilja. E keqja prapë do ekzistoj, por nuk do të dalin në sipërfaqe. Pra, në këtë periudhë 30 vjeçare do ekzistojë e keqja, por Po. si nuk do dalin sipërfaqe, çfarë do thotë kjo? Do me thënë, do jenë prapë ata të këqind, Ëh. por nuk do të dalin në haptazi, siç janë sot. Sot kanë dalë haptazi fare më burr. Ju haptazi fare me Eurovisione, me ças po kalon mesazhe me Big Brothera, po i shkataron njerëz, po japin modele shumë gabuara, po i hedh në erë gjithë vlerat. E këto do jenë të fshehtë, sepse ky mbreti që do vi, ky nuk do të toleroj pisllikun. Gjithë të që kemi ne sot që na rrethon, që po na mbyt. Ai do të gri, po bëret gjën e keqe, të grin. Sot po bëri gjën e keqe, vlerësohesh. Ai do jetë komplet e kundërt e këtyreve, se do jetë i Zotit ai. Edhe nuk ka për të lënë asnjë gjë të keqe që të qarkullojë. Po si do zgjidhet ky mbreti? Tani me thënë këtë pjesë, këtë s'kam për ta besu, njerëzit. Nuk po duhet të them, s'e kam problem, po do duket kështu si prallë kjo pjesë, se si do zgjidhet ai. Nëse do Ai duket është tani gjallë, po lëviz mes njerëzve është. Po di si është ai? Ai është kështu si ata aktualisht po flasim, ai qarkullon mes njerëzve, është kështu si ata që shohim neve që gërmojnë te koshat e plerave, si ndacak. Ashtu lëviz ai tani. Shkon aty, mund ta shohësh me një cep rrugë duke lypur. Ku ç'a zonë është tani? Ai do bëhet mbret. Ku është tani ai? Ai erën e fundit që mora vesh, kishte bërë një shfaqje, ishte atje në Konstantinopol ishte ky. Ky ka qenë mbret dikur. Ka qenë mbret. Edhe këtë s'ka për ta besuar njerëzit. Ço ti bëj valla, le mos ta besojnë. Kur ta shohin do e shihni. Mos e besoni. Sinqerisht, po të se matem ndonjëherë ta them mos ta them, nuk më intereson. Po doni besoni, mos më besoni.